Thot Zoti Xheleshanu në Kur'an, tregon për disa besimtarë ose për besimtarët cilët do të vinë. Edhe i luten Allahu Xheleshanu dhe thonë: O Zoti ynë, në surën Ali Imran, ne dëgjuam një thirrës që thërret për në besimin tënd. Thot Imam Kurtubiu, thirrësi është Muhammed Mustafaja, profeti ynë, alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit tim qoftë me të. O Zot, dëgjuam një thirrës i cili thërret për në besimin tënd, dhe ne o Zot besuam, e hapëm zemrën edhe shpirtin për besimin tënd dhe për besimin e gjithçkaje vjen prej teje, ja Allah, profeti, Kur'ani dhe çdo urdhër dhe çdo kërkesë dhe çdo ndalesë, ja Allah, që vjen prej teje. O Zot, na i fal neve gjunahet tona, na i fshi mëkatet tona, na i fshi gabimet tona. Dhe të lutemi, ja Allah, na mundsone që të ndahemi nga kjo jetë ashtu si që ndahen njerëzit e mirë, njerëzit e dashur tu, ja Allah. Çfarë kuptimi ka? O Zot, na i fal gjunahet dhe na i fshi të këqijat ose gabimet. Gjunahu, dhanb që i thonë gjuhën arabe, është diçka që vjen nga neglizhenca ose përtatësia ose vonesë në të mirën. E i luten besimtarët, thonë: O Zot, na i fal gjunahet. Ne nuk e kemi për qëllim, ja Allah, me bo, po forca e dobët e besimit. Pra këto besimtarët që kanë besu Allahun edhe kanë besu profetin alayhi salatu wasallam, bëjnë edhe gabime, se nuk ka njeri pa gabime. Ama i luten Zotit me shpirt: O Allah, na i fal gjunahet. Aty futet harresa, aty futet neglizhenca, aty futet përtatësia, edhe lëvizja e dobët për nga e mira, për nga animi për nga e mira. Ndërsa na i fshi gabimet, gabimi është ajo që bëhet me qëllim dhe me vetdije. Pas ka pra besimtarë që bëjnë edhe gabime me vetdije, ama Allahu Xheleshanu është më i madh i falës. Dhe na e mundson një vdekje të mirë, ashtu siç i ka hije njerëzve të mirë, të ndahen, ja Allah, me faqe të bardhë nga kjo dynja dhe dalin me fytyrë që i shkëlqen përpara teje, ja Allah. O Zot, na jep neve dhe bëj realitet premtimin që na e ke sjell nëpërmjet profetëve tu, nëpërmjet Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe kur, o Zot, mos zhgënjehemi në ditën e gjykimit që do dalim përpara teje, se ti kur nuk e thyen premtimin, ja Allah.